Arlind, sipas disa portaleve, ky prapanesh është pallati yt. Çfarë mendon? Ky është pronësia ime, thotë. Kjo ka qenë gënjeshtër e thënë vitin 2018 në kulmin e protestave studentore. Dolën ta psikopat krye të partive të vjetra që s'nuk thoshin për mua, e ndër tjera më bën edhe pronar pallati. Në fakt tu ka qenë një shtëpi private që në vitin 2018 ne paguanim qira për ta mbajtur si qendër sociale me para tona, secili jepte nga rroga e vet, dhe këta psikopatat e partive të vjetra menduan që ai që na jepte me qira na kishte përzën për aty për dërtuar pallat, zorën teorinë konspirative që unë pas kisha qenë pronari vërtet i kësaj. Sigurisht që në akuzat ndaj lëvizjes bashkë e shpifjet janë të panumërta, janë gjithnjë më të çmendura. Në fakt të budallë kisha kohë pa e kujtuar. Jo tregon që në fakt na e kanë frikën. Na e kanë frikën edhe duke mos ditë për çfarë na akuzojnë me vërtetësi, duke mos ditur çfarë kritikash substanciale na bëjnë. Do shkojnë tek shpifjet deri ato kështu të tjetër bosut, si shpendora fare. Faleminderit.